Me vizitën e tij në Shkup mbrëmjen e së martes, ministri i jashtëm gjerman Johann Vadeful ka përmbyllur turneun e tij në 6 vende të Ballkanit Perëndimor, duke dhënë një porosi të qartë se Gjermania është e gatshme të ndihmojë, por reformat janë kyçe. Sa i përket Maqedonisë, pas takimit që realizoi me ministrin e jashtëm të vendit Timço Mucunski dhe kryeministrin Hristijan Mickoski, diplomati gjerman ka ritheksuar qëndrimin e BE-s që avancimi i raporteve me Bullgarinë është i domosdoshëm për rrugën e reintegrimeve të vendit. Në një post të publikuar në rrjetet sociale, ai tha se për këtë temë ka biseduar me Mucunskin, por edhe me kryeministrin Mickoski. Këtu në Shkup, perspektiva antarësimit të ardhshëm është një temë e rëndësishme. Gjermania mbështet mashëninë e Veriut në këtë rrugë, jo çdo herë të thjesht. Mashënia e Veriut veç më ka arritur shumë, tash është posaçërisht e rëndësishme për parimin e raportet me Bullgarinë, që të mund të ketë suksese të mëtejme në procesin qasësh. Edhe nga Ministria e Jashtme e vendit kanë thënë se procesi eurointegrues i Maqedonisë së Veriut ka qenë një ndër temat kryesore të takimit, përkatësisht procesi i reformave si dhe mbështetja e Gjermanisë për integrimin evropian të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Të dy ministrat përshëndetën dialogun intensiv politike të nivelit të lartë që dy vendet kanë zhvilluar për më shumë se 3 dekada. Ministri Mucunski falenderoi për mbështetjen e vazhdueshme dhe të qartë gjermane për procesin e integrimit evropian të vendit ton. Ai informoi ministrin Vadeful për aktivitetet aktuale që lidhen me agjendën evropiane, proceset reformuese, bashkëpunimin rajonal dhe marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë, duke konfirmuar njëkohësisht angazhimin e fortë të qeverisë për zbatimin e reformave dhe përparimin në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Ndërkaq Mickoski ka shkruar se në takim është biseduar për sfidat aktuale rajonale dhe mundësitë për iniciativa të përbashkëta.